Është zhvilluar eventi për dorëzimin e certifikatave për rezidentët e parë të Durana Tech Park, hapësira që do të bëhet epiqendra e rritjes së sipërmarrjeve, zhvillimit teknologjik dhe ekonomik e rajonit. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili deklaroi se Durana Tech Park është produkti i parë konkret i një vizioni që dukej utopik. Kreu i qeverisë bëri të ditur gjithashtu se brenda disa javësh do të përfundojë dhe procesi i reformimit të diellës, asistentes virtuale në Jell Benja, ku të gjitha veprimet do të kryen nga ajo. Asistentja digitale i Albanias që vetëm orienton marrësit e shërbimeve me zë në një nivel krejt tjetër ku asistentja do të bëjë gjithë punën. Në eventin për dorëzimin e certifikatave për rezidentët e parë, kryeministri Edi Rama u shpreh se Durana Tech Park është një mundësi shumë e mirë dhe se do të krijojë 5000 vende pune për ekspertë të teknologjisë. Rama u bëri thirrje të gjithë të rinjve shqiptar që ta shohin Durana Tech Park si atë e tyre brenda atë ton të madh. Synojmë që të arrijmë shumë shpejt mbi 5000 mundësi për punë për ekspertët e teknologjisë dhe profesionistët e rinj, që do thotë me paga shumë të larta, shumë më të larta se pagat tona, që të jemi shumë qartë. Synojmë që të rrisim eksportet dhe të ardhurat tona me afërsisht 3.5 miliard euro. Durana është parku i parë teknologjik në vend që përmes këtij parku Shqipëria synon të kthehet në lider rajonal në zhvillimin e teknologjive. Qëllimi i Durana Tech Park është që të krijojë një mjedis të veçantë ekonomik dhe teknologjik që ofron kushte të favorshme për zhvillimin e industrive të avancuara.